Do në sqaru që politikanë po përfitojnë mas shumë të prej tyre, të gjitha kampeve politike, ose shumicës kampeve politike. Këta njerës janë potencialisht shumë të afërt me bindjet e djathta, që ju po i përmendni, ekstremit të djathta. Profesor, i kemi 2 raste cilat së fundme janë regjistru 2 incidente, njëri është në komunën e Rahovecit, ku një person i maskuar hyn brenda një objekti fetar, e që i dëmton edhe flamujt e shtetit serb, ndërsa i kemi edhe një rast tjetër, të shënuar ditëve të fundit në Gjakov, ku 4 persona qytetarë serb, si pelegrin janë arrestuar në ndyshimin se kanë pas armë me vete. Po në anën tjetër, në vitet e fundit në Kosovë, në vazhdimsi kemi pas incidentet cilat kanë pas bazë edhe pak në aspektin ndëretnik. Po edhe kemi pas një fargjohje të urrejtjes që përmes rrjeteve sociale që kanë bërë thirrje për mos me pas një lloj mirëkuptimi mes etnive që jetojnë në Kosovë, që e vlerësoni faktin e këtyre situatave në fakt. Realisht, gjuha që cila po përdoret në komunikim publik në këto rastet kur kanë bajnë po i quajmë incidente, edhe pse nuk janë tipike incidente ndëretnike, është një reminiscencë, është rikthem i një diskursi të pas luftës, pas lufta e Kosovës vitit 1999, deri parafërsisht pas vitit 2005-2006, kemi pas një diskurs të ashpër ndëretnik Kosovë, i cili në atë kohë edhe mund të kuptohet mes që njerëzit ishin sa po dalin nga lufta, edhe ishin njerëz që kishin humbë familjarët e tyre, kishin humbë pasurinë e tyre, kishin humbë gjithçka, durimi ndëretnik ishte më i vogël. Që nga trazirat e Marsit e pastaj deri së voni nuk është se kemi pas një lloj të tillë të gjuhës, të paktën në mediat në gjuhën shqipe në Kosovë, sepse historia është tjetër në mediat në gjuhën serbe në Kosovë. Çka ka ndryshuar tash, profesor? Unë mendoj që ndryshimi tash është se kjo gjuhë po përdoret për qëllime politike nga ana e politikanëve, sepse polarizimi shoqëror po i konvenon kryesisht 2 kampeve politike. Listës sërbske, e cila po tenton t'i unifikoj sa ma shumë serbët që t'i mboj larg institucioneve e Kosovës edhe nën kontroll të vetët. Edhe pastaj një pjesë që na mund t'a quajmë pseudo-nacionaliste të politikës në Kosovë, e cila po synon që përmes kësaj përqarje etnike të fitoj pojena politik. Apo më rrinë, unë po besoj që rezultatet zgjedhë po kallëzojnë që kjo teknika akoma po funksionon, edhe po ju ndihmon politikanëve me majtë fuqi politike mbi pakicën serbe në këtë rast. Mendoj që kjo është problemi kryesor. Në rastet të cilat ju i përmendet, tash kemi edhe organet shtetërore, që është Policia e Kosovës, Prokuroria dhe të tjerë të përfshim, pa dash me gjyku rastin se si do të përfundoj. Është rëndësishme që institucionet tona të jenë shumë kredibile në këto situata, sepse mendoj që sidomos në rastet të tilla institucionet tona duhet me pas shumë argumente, shumë fakte kur marrin veprimet e tyre, sepse kjo ndihmon që e vërteta të zbardhët më shumë. Deri më tani autoritetet nuk kanë arritur me zbulu se kush ka qenë mbrapa këtij incidenti. Në vitet e fundit në Kosovë, ende në vazhdimsi është evidentuar rritja e incidenteve të cilat besohet se motivin e kanë tek ekstremizmi i djathtë. Rritja e mesazheve të urrejtjes në audiencën online dhe thirrjet në audiencën online për hakmarrje vlerësohet të jenë nxitje për sjellje të tilla ndaj objekteve të kultit. Kur shohim këtë diskursin publik i cili zhvillohet, sidomos pas rasteve, pas incidenteve të cilat shënohen, po i përfshi edhe këto 2 të fundit, kujt i shërbejnë më pas këto lloj incidente dhe për çka përdoren kryesisht? Mundohem të sqaroj që politikanët po përfitojnë më shumë ti prej tyre, të gjitha kampeve politike ose shumicës kampeve politike, për faktin se në këtë mënyrë po e përçojnë shoqërinë, e duke përçojë thonja vetë rëmake që njihet si dividi di imperia, përçojë SND. Edhe ky polarizim po i shërben besoj më shumë ti politikanëve, sepse po kanë kauza mbi të cilat më thënë po ngrisin politika dhe po kërkojnë vota. Po në anën tjetër e kemi, profesor, edhe faktin tjetër që veprimet të tilla me hy në çdo objekt fetar, pa e specifiku cili është ai, dhe me kry një akt vandal,
konsiderohet një farë lloj ekstremizmi në vete, dhe ajo, ka celula të ekstremizmit, edhe kryesisht të hyn tek llojet e ekstremizmit të së djathtës. Në Kosovë, sa është i shpërfaqur ky lloj ekstremizmit edhe a mundet me u marrë prej grupeve të caktume një incident i tillë dhe me u përdor? Esencialisht nëse shohim, na këto nuk mujmë me quajt një fenomen në Kosovë, ka raste. Do të thonë edhe këto dy rastet që ju përmend nuk janë të vetmet. Ne kemi pas rastet edhe para një muaji kur një qytetar para një objekti fetar ka djeg një libër fetar. Edhe ajo ka qenë një lloj tendence për të nxitur shumicën muslimane në rastin e Kosovës. Këta njerëz janë potencialisht shumë të afërt me bindjet e djathta që ju po i përmendni, ekstremit të djathtë, të cilat synojnë po ashtu përçarjen shoqërore po bazuar në një ideologji të caktuar. Në rastin e Kosovës nuk mendoj që këto kanë kaluar akoma në fenomen. Edhe mendoj që duhet me pas shumë më shumë vëmendje të organeve të sigurisë në raport me këta individ, të cilët na nuk i dim krejtësisht motivet, ose të paktën publikisht nuk janë bërë të njohura krejt motivet e këtyre veprimeve për cilat janë të diskutu, po që lënë një shihet geqe pa dyshim lënë. Çka duhet me pas kujdes qytetarët qofsh kur shohin raportime të tilla për situata të tilla, për incidente të tilla, sepse ne shohim vazhdimisht që ka komente të ndryshme, një gjuhë jo e mirë në rrjetet sociale kur shohin këto kësaj lloj incidentesh. Formula tash jo për secilin rast muj me jap një shabllon të sjelljes i cili do të mbante audiencës ose qytetarët të Kosovës më sjell, po ka një formulë që ndihmon në këto. Formula është e barabartë me të njëjtën formulë që flitet për forma tjera të lirisë, dhe liria e shprehjes e ka kufirin aty ku fillon liria tjetrit, kur tjetri fillon me u ndi kërcënuar, ose kur tjetri fillon me u ndi i pasigurt, ose jo mirë me sjelljen e tjetrit. Nga që kjo pikpamje, ndoshta do të ndihmonte kjo formulë që qytetarët e Kosovës me pas parasysh që liria e shprehjes po ekziston, pas një diskutim, po vjen bashkë me përgjegjësinë. Përgjegjësia nuk kupton që respekton edhe dinjitetin, lirinë e zgjedhjes së tjetrit, për pa marrë parasysh çfarë do zgjedhje që është ajo, qoftë në pikpamje të politikës, qoftë pikpamje të fesë, qoftë pikpamje të besimjeve tjera ose vlerave tjera në cilat ata besojnë.